Rama ka prishur çdo raport institucional në Shqipëri. Ka shkatruar institucionet e shtetit, i ka vënë në shërbim të zgjedhjeve, i ka vënë në shërbim të një fushate jo të drejtë, jo të ndershme. Kjo është rrezikshme për shqiptarët. Unë jam krenar për gjithë demokratët e Vlorës, për qindra mira të rinj, për ata të rinj, për ata demokratë qendrestar që mbrojtën votën, luftuan për votën, numëruan votat, vazhdojnë dhe tani që punojnë për demokracinë, për PD-n. Zoti Leska, ju keni qenë drejtues i lartë i shtetit shqiptar. Keni drejtuar KLSH-n për disa vite. Këto që juve thoni, pra përdorimin e administratës dhe të gjitha akuzat që bënin ndaj maxhorancës, a nuk i dinit përpara zgjedhjeve? I dinim, i kemi deklaruar, i kemi shkruar, edhe në pozicionin e... U përpoqem, kemi luftuar, të gjithë duhet të luftojmë. Kundra sektit Rama që mos të shndrohet, a i shndruar tashme në regjim, po që të mos na nënshtroj të gjithëve, duhet të bashkojmë i gjithë, edhe ju si gazetar. Mbaruan. Ju e keni bërë dhe unë ju falenderoj, po duhet të bashkojmë i gjithë dhe duhet të gasmoni pak edhe ata pronarët tuaj shërbëtor të Rama. Po bëjmë pyetje tona, nuk e keni betejën me pronarët e mediave, zoti Leska. Betejën e keni me maxhorancën socialiste. Nëse keni betejën me televizionet, atëherë keni të humbur. Po jo më e ke gabim. Ku shpreh unë betejë me televizionet? Përkundrazi unë kam respekt. Në veçanti për ju si gazetar. Në veçanti por ndaj kësaj të keqes, ndaj kësaj të keqes që ky është një Putin i vogël, ne duhet të bëhemi të gjithë bashkë. Për Shqipërinë do të takoj Macronin pas nesër. Po s'ka rëndësi, edhe Putin në math e takon Macronin. Janë takime normale. Po pa nisur mirë fushata elektorale, ju ikën nga forumi rinor i Partisë Demokratike, jo pak. Jo, ata kanë qenë 3-4 veta. Jo, ata ishin... Keni ju përgjegjësi si drejtues politik i qarkut për shkak të gjithë largimeve që pati nga radhë demokratike? Ata të rinj i bleu Rama në një proces korruptiv dhe ishin 4-5 veta. S'ka asgjë, lëviz...